Ka toka që nuk humben kur, edhe kur fshihen nga hartat. Ka popull që nuk shtuken, edhe kur dëbohen nga shtëpitë e tyre. Qamëria është një nga ato toka, një emër që për dekada është mbajtur në heshtje, por që për shqiptarët mbetet plagë e hapur e historisë. Ky dokumentar, i sjellur nga peizazhi, është një rrëfim për një tokë shqiptare, për njerëzit e saj dhe për një padrejtësi që vazhdon të mos marrë asnjëherë përgjigje. Qamëria shtrihet në jug të Shqipërisë së sotme, në territorin që sot ndodhet brenda kufive padrejtësisht të shtetit grek. Që nga lashtësia, kjo trevë ka qenë e banuar nga popullsia ilire, veçanërisht nga fisi i Thesprotëve, të cilët përbënjen nga degët e hershme të trungut ilir dhe me vonë shqiptar. Gjuha, zakonet, veshjet, këngët dhe traditat e banorëve të Qamërisë flasin qartë për identitetin e tyre shqiptar. Për shekuj më radhë, kjo popullsi ruajti vetdijen kombëtare, pavarësisht pushtimeve dhe ndryshimeve të shpeshta politike. Edhe gjatë sundimit osman, shqiptarët çam mbeten të lidhur me tokën e tyre. Ndryshimet fetare që ndodhen nuk e ndryshuan identitetin e tyre etnik. Çamet ishin dhe mbeten shqiptar. Viti 1913 shënon një nga momentet më të errta për kombin shqiptar. Konferenca e famkeqe e Londrës, e udhëhequr nga fuqitë e mëdha, vendos kufijtë të shtetit shqiptar pa mbështetur në realitetin etnik. Në këtë suptim të padrejtë, Qamëria ju dha Greqisë, ndonse ishte banuar kryesisht nga shqiptarët. Me një firmë mbi hartë, mijëra shqiptar mbeten jashtë atdhëut të tyre. Që nga ai moment, për qamet fillon një periudhë gjatë shtypje, diskriminimi dhe përjashtimi sistematik. Pas aneksimit, shteti grek ndërmori politikat e hapura për asimilimin e shqiptarëve qam. Gjuha shqipe u ndalua në shkolla dhe institucione. Emrat shqiptar u greqizuan. Pronat u vuan në shënjestër të konfiskimeve. Qamet u trajtuan si qytetarë të dorës së dytë. Ata u përjashtuan nga administrata shtetërore dhe u konsideruan element i dyshimt për sigurinë kombëtare. Veçanërisht, qamet musliman u vunë nën presion të vazhdueshëm. Diskriminimi nuk ishte individual, por kolektiv, vetëm për shkak të përkatësisë së tyre etnike dhe fetare. Lufta e dytë botërore u përdor si justifikim për të realizuar atë që prej kohësh ishte planifikuar: spastrimi etnik i Qamërisë. Në vitin 1944-1945, forcat nacionaliste greke të udhëhequr nga generali famkeq Napoleon Zerva ndërmorën një fushatë e egur dhune kundër popullsisë shqiptare qame. Fshatrat e tëra u rrethuan, shtëpitë u dogjen, gratë dhe vajzat u përdhunuan, fëmijë dhe pleq u vranë pa mëshirë. Mbi 3.000 shqiptar qam u masakruan, 10 e mijëra u dëbuan me forcë nga trujt e tyre, duke marrë me vete vetëm atë që mund të bani në duar.
Kjo nuk ishte hakmarrje. Kjo ishte spastrim etnik i një popullsie të pafajshme. Kolonat e qamëve u drejtuan drejt Shqipërisë, njerëz të uritur, të plagosur, të traumatizuar, lanë pas shtëpit, arat, varret e të parve. Shumë nuk arritën kurrë në destinacion. Vdiqën rrugës nga lodhja, uria dhe nga sëmundjet. Ata që mbritën në Shqipëri u përballen me një realitet të vështirë, një vend i varfër, i rënuar nga lufta, por që i priti si vëllezër. Megjithatë, dhimbja e humbjes së atë dheut nuk u shërua kurrë. Pas luftës, shteti grek, jo vetëm që nuk pranoi krimet, por i shpalli qamet, bashkëpunëtor të regjimit në mënyrë kolektive, pa gjyqje individuale. Pronat e tyre u konfiskuan me ligj, kthimi u ndalua, identiteti u mohua dhe qamëria u kolonizua nga greket. Edhe sot, Greqia mohon ekzistencën e qamëve si pakicë etnike, mohon gjenocidin, mohon të drejtën e kthimit dhe të kompenzimit. Ndërkohë, bashkësia ndërkombëtare heshti atëherë dhe vazhdon të heshtë edhe sot. Çështja qame nuk është çështje kufish, nuk është kërkesë territoriale, është çështje e të drejtave të njeriut. Ajo përfshin njohjen e spastrimit etnik, kthimin ose kompenzimin e pronave, njohjen e identitetit kulturor dhe kombëtar dhe vendosjen e drejtësisë historike. Këto janë parime universale, jo kërkesa politike. Qamëria nuk jeton vetëm në kujtimet e atyre që u dëbuan, ajo jeton në ndërgjegjen kombëtare të popullit shqiptar. Një kombë që harron padrejtësitë ndaj vetes, rrezikon të përsërisë ato. Një histori e mohuar është një histori që kërkon të thuhet. Qamëria është plagë e hapur, por edhe kujtesë, është dhimbje, por edhe dinitet. Është e shkuar, por edhe ardhme. Ky dokumentar nuk kërkon urrëtie. Ky dokumentar kërkon të vërtetën, sepse vetëm e vërteta sjell drejtësi. Dhe derisa drejtësia të vihet në vend, qamëria do të vazhdojë të flasë përmes historisë, përmes kujtesës, përmes zërit shqiptarëve. Ndërsa, poeti qam, Bilal Xhaferi, në poezinë e tij Balad Qame, kështu e përshkruante debimin e qamve nga atje. Ylberi si një përshëndetje për lotur lam të mirë, u zhduk matan largësive, mbi kreshtat e flakëve në përshi. Matan largësive u zhduke për flakur qamëria, dhe gjitha rrugët tona shpijen e veri. Ullërin e era me zdhevt, mbi trojet e lashte për jote, mbi të shtrejta trojet tona stërgjyshore, në kullotat e braktisura kullosin rufet, ullishtet e pavjelura gjemojnë si dalg në përbregore, dhe ku do toka qame, mbuluar nga ret, renkone mbytur në gjak e lot, e mbetur shkret pa zot. Na tregojnë drejtimin plumbat që vëshllejnë errësirë, na ndriçojnë rrugët flakët që gjithë tokën kanë përpirë, pas shpinat tona për plas tufani, dyrë të shkallmuar të shtëpive, dhe rrugët zgjatën si veri. Ne populli mohaxhir ecim në përshi. Lam të mirë qamëri.